është antikushtetuese, antiligjore, fshehja që i bëni kreut të Meduzës. Edi Rams, i cili nuk guxon të vi këtu në parlament, të jap, të mbaj përgjegjësi për të gjitha aktet katastrofale të qeverisjes tij. Fshihet prapa, të më falin zonjat, në kuptimin absolutisht jo të keq, prapa fustanit të grave. Njëherë rrin Pegi Belindës, tani i thot kësaj zonjës këtu, që do më përfaqësosh mua, dhe betimi i saj se mua s'më shkruan njëri fjalimin, pa çka se po s'foli urtësia artificiale, dy fjali nuk i lidh bashk. Ndaj dhe që të mos themi më shërshela fam, hiq dorë nga përfaqësimi antikushtetues, jo kushtetues i kreut të Meduzës. Rri, i thuaj që nuk më lejon kushtetuta, nuk mundem, kam ligj, morali shtetit është kushtetuta. Deri 18 nuk thot se kur mungon kryeministri e zëvendëson Eriona. Jo, ndaj dhe hiqni dorë nga këto skema, silleni këtu, jeni mësuar të flas nga 4 orë, mos guxoni të nxirrni një fjalë nga goja. Zinxhirit këqijave që po i bërin këtij vendi nuk kanë fund. Merrni pak revoltën qytetare. Çfarë qëndron në bazë? Në bazë të saj qëndron pas gjithash mungesa absolute e transparencës. Zero transparencë. Në një aferë e cila siç e shihni është bërë botërore. Botërore. Si ka mundësi që asnjë deputet, asnjë qytetar i Vlorës apo i Shqipërisë nuk din absolutisht asgjë për këtë investim disa miliardësh. Por le të marrim pak nga ana qeveritare, shtetërore. Kur një qeveri pranon një projekt ide të një investitorit huaj, nuk mund t'jap kur leje zhvillimi pa qartësuar pronësinë në çdo metër katror. Dhe çfarë del tani qartësimi i pronësisë? Nga koskat mafioze, si Alket Hyseni, Pirin Ndreu. Po, se shkote të mu ty. Atë kujtohet kur dilë të thoshte ka ardë Gjoni nga Mirdita, digjo këtu. Ka ardë Gjoni nga Mirdita, thoshte ne i ka marrë kaq hektar në Karaburun. Ja kush i ka, ja cilë është Gjoni nga Mirdita, është Pirini nga Lezhë, është Agaçi nga Berati. Po, mos i të farë, ta themun ty, shko e gjaj, shko të Plumë Petriti pak, me rubete. Pra na edhe, ja, dalin këto, pse nuk i bëni, pse i fshini këto ju? Kur një qeveri vendos për të mbështetur një investim në një zonë të mbrojtur,
Qeveria shpall parimet mbi të cilat e bazon mbështetjen. Dhe ato parime janë të stipulosura në direktivën e Komisionit Evropian Natura 2000 dhe pastaj në direktiva që kanë ardhur në vite. A ka një zotim? A keni pa ju në një studim të mjedisit? Në një studim strategjik të mjedisit? Zero keni pa. S'ka transparent, zero. Keni pa ju një direktiv? Qa do nërtohet, sa katësh do jenë ato që nërtohet, me qëfar materiali do nërtohet, qëfar habitati do preket, si këj habitat do kompensohet, dhe a lejohet apo s'lejohet nga direktiva Natura 2000, se në qofë se lejohet, absolutisht do t'i vesh drynat Brukselit se nuk pranohesh, sepse pasuria natyrore e njërit vend është pasuria e Europës. Zonat e mbrojtura të një vendi janë për vendin, por për mbarë Europën. Dhe ato ka një ligj shumë të fortë. Ku i keni këto ju? Asnjë, zero. Deklaroj se është bërë një konsult me profesor, me akademik, me ekspert. Dakor, nuk them që s'është bërë, mund t'jetë bërë. Po e dini ju që ka as profesorve, ka as akademikve, janë dhe ca tjera aty, që kanë akademinë e shekujve, janë ca banor aty, janë ca fshatarë, që i kanë mjellë rëj për rëj ato ulli, që i kanë mjellë rëj për rëj ato bache,